205 institucione përfshirë ministri dhe institucione të varësisë, por edhe bashki, ju nënshtruan kontrolleve të shërbimit civil gjatë vitit të shkuar. Në raportin e paraqitur në kuvend, thuhet se nga 12.976 punësime të konstatuara, 1.279 emërime janë kryer pa respektuar procedurat ligjore, që përbëjnë rreth 7% të totalit. Megjithatë, institucionet e pavarura rezultojnë se nuk kanë pasur shkelje. Nga ana tjetër, 2088 pozicione pune kanë mbetur të lira. Në bashki janë 1016 emërime të konsideruara të paligjshme dhe kryesisht në ato të mëdha që kanë staf më të lartë. Prej tyre kryeson Kavaja me 106 raste e Mëtej Idejës me 85 të tilla. Sipas dokumentit, në vitin 2025 ka pasur një rritje me 2.3% të firmosjes së kontratës së punësimit në kundërshtim me ligjin. Nisur nga ky faktor, kërkohet një monitorim edhe më i shtuar për të frenuar fenomenin. Sa u përket lirimeve nga shërbimi civil, edhe këtu vihet re ndikimi i lëvizjes nga një qytet në tjetrin, apo edhe emigrimi që është shoqëruar me dorëheqje. Janë 359 të rasteve të dorëheqjeve nga detyra në vitin e shkuar, ndërsa 202 persona janë pezulluar nga detyra. Sa i përket ndarjes gjinore në shërbimin civil, evidentohet se 58% e të angazhuarve e zënë gratë dhe 42% burrat. Raporti pritet të nisë dhe të diskutohet në komisionet parlamentare, e mëtej në seancë ku do të miratohen rekomandimet.